Ja të kemi sërish. Revolucioni Flamingo është e vetmja protestë që sot pas 2 muajve thuhet me gojën plot që ka frymëzuar të madhe të vogël për ta mbështetur ose ta luftojë atë. Askush nuk është indiferent ndaj një lëvizje popullore që zanafillën e pati në Zvërnec se degët i ka shtrirë sot në të 4 anët e globit, teksa frymëzon ende sot e kësaj dite për një akt gjigant që po i shërbehet atë dheut. Sa fjalë rënd kjo për të përmendur shpesh e për ta marrë mbi supe për t'i dhënë kufizime personale apo përjetime, sikurse kanë tentuar ta bëjnë në kaq shumë ditë mbështetës dhe antar të mazhorancës, sepse jo edhe disa zëra të opozitës në fillimet e saj. Kjo protestë që çdo mbrëmje aktivizon lumin njerëzor rrugëve të kryeqytetit ka shumë element përbërës e asnjë kokë kryesore. Për të do të flasim sa vijon me disa prej figurave përbërëse. Ilir Xhemalaj. Më pëlqen kur mikrofoni e bën të duket çdo gjë kaq therrse, teksa kumbon e ushëtin atyre godinave të vjetra të ndërtuar nga italianët në bulevard. Faleminderit që je sonte këtu. Faleminderit për ftesë. Një tjetër zë mjaft interesant nga ato zëra që prej kohësh vinte pika mbi. Ajo është një vajzë që e shohim të aktivizuar prej vitesh në temat më të rënda sociale dhe zëri më guximtare kam quajtur. Në protestë u bë pika e informimit dhe organizimit të qytetarëve në tubime jo vetëm në Tiranë. Jacqueline Lekatari, mirë se vjen. Faleminderit për ftesën, Sieni. Ndërkohë që i treti është një shpirt luftarak. Në programet ku e kam pasur të ftuar, më rrëfente pas kamerave që nuk e shikonte dot Shqipërinë në këtë pikë me bijtë e bijat që rrjedhin në rrugëve të globit, minimumi për kujdes shëndetësor. Gentiana Limadhi, mirë se vjen, ndonse nga Parma sot. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Jacqueline, dua ta nisim bashkë këtë bisedë. Një protestë e cila të vuri në fillim me një rol që nuk e kërkove, por të gjithë vinin tek ti, të shkruanin, komunikonin, merrnin informacion mbrapsht se si do organizohej e nesërmja e protestës. Por para ditës së dytë është e para. Si nisi, si u gjende ti në këtë marsh njerëzor kaq frymëzues? Me thënë të drejtën, unë jam pjesë e një kolektivi ose një organizimi qytetar jo formal që quhet Kolektivi Feminist. Një kolektiv që ka qenë në kontakt me organizatën ambientaliste PPNEA dhe padyshim që ne kemi pasur dijeni për angazhimin e PPNEA-s që kur ajo zonë filloi të rrezikojë me ndërtimin e aeroportit. Megjithatë, angazhimi ynë filloi që me datë 16 maj, kur u organizua, le të themi, protesta e parë në Nart, në Zvërnec Nart, në gjithë pjesën e cila ishte rrethuar me gardhin, me telin me gjëmba. Më pas ndodhi protesta e 30 majit, që është protesta në cilin AS-Zotëria u zvarrit nga policia private, dhe protesta në cilën policia e shtetit u godit me sprej nga po e njëta polici private, ndërkohë që policia e shtetit ishte duke mbrojtur gardhin me gjëmba në një tokë që ende me thënë të drejtën edhe sot nuk e kam të qartë se kujt i përket. Dhe kështu që në datë 30 ajo video e atij zotërisë i cili u zvarrit ashtu ndërkohë që qëndronte në buzdetit, besoj që i tronditi të gjithë, më tronditi dhe mua, dhe në Tiranë filloi një organizim në rrjetet sociale me postera për një protestë e cila do të ndodhte ditën e nesërme në Tiranë para drejtorisë. Ditën e nesërme nga të rresat e para ose përplasjet e para ka qenë se cili ka qenë ai lokacioni kryesor, Drejtoria e Përgjithshme apo Drejtoria e Tiranës. Megjithatë që ditën e parë mund të them që pjesëmarrja në krahasim me protestat të tjera ishte goxha e rëndësishme
sepse në momentin që filloi marshimi, njerëzit, qytetarët filluan t'i bashkohen marshimit, dhe mendoj që kur kemi arritur te kryeministria mund kemi qenë 5.000 vet, dhe Beni i cili udhëhiqte korteun bëri thirrje që njerëzit të mblidheshin edhe ditën e dytë për të protestuar, po në sheshin Skënderbej, po duke marshuar, dhe besoj që në ditën e tretë pastaj u kuptua që aty u mor kthesa, të paktën për mua, që kjo protestë do zgjaste, që nuk ishte thjesht një kapriço e radhës, dhe që një zgjim i brendshëm qytetar ishte duke ndodhur dhe një ngjarje historike po fillonte, mori shkëndijën. E qartë. Ilir, data 30 në fakt ishte një klithmë shpirti. Personalisht kur e kam parë videon e atij zotëris që të riqi zvarr, më duk sikur isha unë që po zvarritesha atyre brigjeve. Po njësoj jam i bindur që janë ndjerë shumë kush teksa e shihte atë, dhe ka filluar të numëroj çfarë zvarritjesh të tjera ka kaluar në të shkuarën. Por për ty nuk mbaroi aty, sepse ne bëm bilancin. Për ty filloi aty, more mbi supe, të drejtoje një kortezh pastaj që ta çoje drejt asaj që e akuzuam se u shfaq një arkivol në njërin prej protestave, i hodhëm balt pse dukej sikur ishte në kundërshtim me vizionin e Shqipërisë si një aleate e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E bëm pis me Rusi, me India, Pakistan, ku ta di, sepse nuk dua të përmend çdo lloj paudhësie që ju bë një ndjesie kaq të thjesht, kur mjafton të dilje vetë në bulevard dhe të kuptoje sa bukur ishe të ndodheshe në mes të asaj turme gjigante që dukej sikur nuk pushonte së rrjedhuri nga sheshi Skënderbej. Çfarë presioni kishe mbi supe, kur aq shumë njerëz, për herë të parë ndoshta në Shqipërinë e këtyre 36 viteve tranzicion, jepnin shembull edhe botës. Siç e tha dhe ju dhe Jacqueline, ai grusht ishte një grusht që nuk e hëngri vetëm ai djalë atje. Ishte një grusht që çdo shqiptar e ndjeu dhe e ndjeu thellë atë grusht, sepse ishte ajo pika që derdhi vazon. Ishte momenti kulminant i 36 viteve presione, 36 viteve largime nga Shqipëria, 36 viteve korrupsioni, 36 viteve paturpësira të ndryshme që kanë ndodhur kurrës të këtij populli. Dhe ishte pikërisht ky momenti i ndarjes, themi, të tërës nga e vjetra. Ne u gjendëm aty, ndoshta sepse jemi aktivist prej vitesh dhe në shumë protesta, kemi bërë shumë protesta, por asnjë nuk i ngjan. Kjo është diçka krejt ndryshe, diçka të cilën askush prej ne në jetë nuk do imagjinonte që ta arrinte, është diçka që ne u gjendëm aty dhe le të themi u përpoqëm ta mbarvanim këtë protest, u përpoqëm ta merrnim, të vinim gjoksin, ta merrnim mbi shpatulla dhe ta çonim më tej. Është një protest, unë mendoj që është diçka epike kjo që po ndodh me popullin shqiptar sot, sepse më në fund ky popull është zgjuar. Pra këta të rinj që deri dje kishin zgjedhur rrugën e largimit nga vendi për t'u larguar këtyre presioneve, këtyre halleve, këtyre problematikave të ndryshme që nuk gjeni kur zgjidhje në vendin e tyre, ata më në fund vendosën të bënin qëndrimin e tyre dhe vendosën që qëndrimin e tyre ta bënin atë shesh kundër çdo lloj padrejtësie që ky popull ka hequr në kurriz. Jo vetëm këto 36 vite, unë do thosha 80 vite se është një sistem i tërë. Pra ne aty nuk jemi ngritur thjesht për të larguar këtë qeveri që është aktuale. Ne jemi ngritur aty për të larguar gjithë sistemin 80 vjeçar, 80 e kusur vjeçar që ka uzurpuar këtë vend. Dhe ne nuk do të ndalemi derisa kjo të ndodh, derisa kjo qeveri të largohet, ky sistem të largohet, i hapet rrugë të rinjve, që kjo energji që sot po derdhet në shtet, nesër të derdhet në institucionet e këtij shteti, në të mirën e këtyre banorëve, në të mirën e shqiptarëve. Nëse mundem diçka të shkurtër, unë dje isha ne po organizojmë
le të themi disa forume, ture, quasi duash për të marrë ide nga grupe të ndryshme të popullsisë dhe dje ishim me një grup fermerësh, ishim në zonën e Lushnjës. Unë me disa organizatorë të tjerë të protestës dhe takuam fermerët për t'i pyetur çfarë problematikash kanë ata, sepse neve kishim dëgjuar që ata do vinin me ato traktorat e tyre, do vinin me ato që ata mbjellin, pra do vinin në protestë dhe nuk mundën të vinin. Pse? Sepse çdo gjë traktorat i kishin pa leje, kishin pa letra, pa targa, nuk ka bënte shteti targat. Por ajo që mua më bëri përshtypje shumë ishte takimi që unë pata me një nënë atje, që erdhi u bashkua, ishte nëna një prej atyre fermerëve dhe më përqafoi fort dhe më tha kam si birin tim, tha. Më tha unë djalin, tha, kam 8 vite që nuk e shoh, tha, sepse djali mua më është larguar në emigracion, nuk ka letra dhe nuk më është kthyer më. Dhe më shtrëngoi fort dhe më tha, të lutem, tha, mos e lëshoni atë shesh deri në momentin që djali im do kthehet. Këto janë tragjedi omerike që vetëm një popull si populli shqiptar mund t'i kalojë. Janë të papranueshme në botën moderne. Dhe kjo që sot po ndodh, që janë larguar gjithë të rinj, janë larguar vëllezërit, motrat, shokët, fëmijët. Kjo duhet të ndryshojë. Ne nuk po luftojmë këtu më për ambientin, kjo është shumë herë më e madhe. Ne këtu po luftojmë sot për vendin ton, po luftojmë për shpopullimin që po e bëhet këtij vendi, për masakrat mjedisore që po e bëjnë këtij vendi, për shëndetësinë që është në zero, është në minus. Pra njerëzit siç unë kisha nënën time 28 vjet e kam kuruar në Milano, e bëja Milano vajtja ardhi. 2 javë Milano, 2 javë Shqipëri. Pse? Nuk i paguajmë taksat tona. Nuk i paguajmë detyrimet ndaj shtetit. Atëherë shteti pse s'na jep shërbime? Ku vjen këto lek? Ku vidhen? Gjojmë për ditë u vodhën kaq, u vodhën aq, u dënua ky, u dënua ai, po s'kemi dëgjuar asnjë nga gjykata na thotë që këto lek për cilat ata janë akuzuar, janë kthyer. A janë marrë këtyre njerëzve? A janë futur përsëri në buxhetin e shtetit? A janë bërë këto lek ilaçe për të sëmurët, për spitalet? A janë bërë këto pensione? A janë bërë mirëqenie për familjet në nevojë? Se kemi dëgjuar asnjëherë. Prandaj ne po luftojmë sot dhe jemi këtu. Qartë, kur më përmend dramën familjare, më vjen ndërmend ajo që Gentian ti ja the shqiptarëve nga bulevardi kryesor, por ma kishte thënë mua më herët kur erdhe për çështje familjare dhe doje patjetër të ishe në atë protestë, ta shifje nga afër se si përjetohej kjo protestë në Shqipëri. Ti më the, ne jemi mësuar të flasim për gjenocidin ndaj çamëve, gjenocidin ndaj shqiptarëve të Kosovës, por këtë radhë më the, është akoma më keq. Gjenocidi është i brendshëm, po bëhet nga shqiptarët kundrejt shqiptarëve. Si ta kuptojmë këtë? Po, është një interpretim matematik që unë dhash, logjik, dhe është e qartë që në qoftë se ne për gjenocid imagjinojmë persona që trëmen, vriten për t'i larguar nga një vend, për mos të ushtruar një jetë normale, pra për mendimin tim e njëjta gjë po ndodhe në Shqipëri, sepse në qoftë se ti me mënyra më dinake, më të sofistikuara, për mendimin tim të përgatitura në letër, që në fillim të viteve 90, me bashkëpunimin atyre që atyre të jashtëmëve, pa dashur të bje në teorira komplotiste, për mua është diçka e përgatitur në letër, pra mendimin e tuajve që u interesonte një shpopullim i Shqipërisë, kemi arritur një shpopullim, një shpopullim të dhe për mua është drama më e madhe. Është drama më e madhe sepse unë tani që jam prind e kuptoj, kur isha i ri, kur isha 20 vjeç dhe mora rrugën për të zbuluar të panjohurën në Itali në 93-shin, ndoqa rrymën, isha dhe unë viktima se në sindrome, ti kemi ashtetit. Pyeta të them drejtën në farefisin tim, pyeta mja 7-8 persona që i konsideroja si më inteligentët, disa më thoshin ik, disa më thoshin rri. Edhe unë thash hajde po e provoj. E provova me shpresën që të kthesha, po ngela atje, pra ostaggio, pra ngela në kapi kurthi. Jo atje, sa atje i bie këtejta. Po plasi kur jam aty, ngela peng e emigracionit, edhe dëshirës për të arritur këtu, sepse këtu gjeta terrenin e dur për të arritur të isha dikush. Pra për të kthyer pyetjes, genocidi i bërë kundër
kësaj popullate, drama dhe dhimbja e krijuar prindërve, gjyshërve, sepse unë e kam trajtuar edhe punën e gjyshërve këtu nëpërmjet shoqatës kulturore Skënderbeg që e kemi krijuar prej 20 vjetësh tashmë, unë në për intervista të ndryshme dhe në për konferenca shtypje dhe për para bashkisë këtu, kemi organizuar aktivitete dhe kemi krijuar shkollën shqipe për të lindurit këtu, sepse kemi thënë, ne duhet të mbrojmë të drejtën e prindërve për që të kenë mundësi të flasin me niprit. Pra kemi gjyshin shqiptar që i vjen nipi nga Anglia, nga Gjermania, nga Italia apo nga Greqia, ata me njëri tjetër nuk merren vesh, edhe gjyshi nuk merret vesh me asnjërin nga këta. Pra edhe kjo duket diçka një detaj i parëndësishëm, por shumë rëndësishme. Po pse duhet kjo? Kjo duhet që ne të mbrojmë atë identitetin ton dhe të mbrojmë atë identitetin ton që është identiteti një shqiptari. Ne e kuptuam këtu. Po. Por duke unë e kuptova, çdo emigrant e kuptoi këtu. Qartë. Duke parë protestën në Tiranë, si arritet të organizosh në Parma, ku jeton, ku ke një jetë, ti je angazhuar me politikën vendase atje vite më parë gjithashtu? Po, lindin spontanisht protesta në Parma, normalisht ajo thirrja. Ne kuptojmë shumë mirë që ai popull që ngrihet aty në Tiranë, i shef dhe për te i detit, shef dhe për te i kufive, sepse ka nevojë për një ndihmë. Okay? Ka nevojë për atë pjesë të popullsisë që është e pa ndotur, e pa kontaminuar, dhe që jetën e ka krijuar në mënyrën e vet, pa u varur nga partia, pa u varur nga patronazhistët, kështu që normal që është instiktive shpresa që populli ka që ta mbështesi pjesa tjetër e popullsisë, ai popullsi, siç e thash, e pa ndotur, ai popull i shëndosh, me një mentalitet të hapur, me një mentalitet vërtet perëndimor, dhe që nuk njihet nga gënjeshtrat në atë ditë që propagandon qeveria aktuale dhe gjithë qeveritë në këto 36 vjet. Pra, u mblodhëm shumë, ishim të shumt, kemi mbledhur 2 herë në Parma, 2 të diela, kemi sfiduar edhe të nxehtin 45 gradë ka bërë të dielën e dytë, dhe jemi mbledhur në shesh secili të shfrynte të tregonte atë që ndjente, mbi të gjitha e bëm dhe për të kuptuar sa popull, sa shqiptarve ju ka ngelur çik shqiptari brenda, sa shqiptar e ndjejnë dhe janë të lidhur akoma, e kanë atë kordonin kërthizor me Shqipërinë. Sepse shumë nga ne jemi futur në zonën e komfortit, jetojmë mirë, shikojmë baçën tonë, kemi lindur fëmijë këtu, mendojmë për të mirën e fëmijëve, të çojmë rrogën në shtëpi etj. Pra, shumë veta nuk e mendojnë, shumë persona, shumë syrësh nuk e mendojnë me kaq, si ta themi, me kaq patos punën dhe ndjenjen e për të bërit diçka. Sinqerisht, unë dhe shumë miq të tjerë e kemi ndjerë, përderisa kemi krijuar një shoqat këtu, përderisa e themi këtyre kush jemi ne dhe këta e kuptuan kush jemi ne, duhet t'ju tregojmë këtyre që ne mund të ndihmojmë dhe të rregullojmë atë vend atje ku duam të kthehemi një ditë. Nëse nuk dua të kthehem tani, që jam në forcë pune, dua të kthehem nesër kur të shkoj në pension, dua të prehemi qetë në atë vend. Në atë vend ku kanë lënë neshtrat të parë tan, gjyshtë e mi, familjarët e mi, xhaxhallarët e mi, ata që shumica e tyre janë derdhur në përburgjet e komunizmit. Kështu që në fundit kemi një borxh. Pyetja jote pse në Parma, pse erdha edhe në Tiranë, sepse kemi një borxh ndaj ndërgjegjës tonë, ndaj asaj ndjenjës përkatësisë, por mbi të gjitha kemi një borxh ndaj të parëve tanë që na edukuar me këtë ndjenjë përkatësie dhe me këtë atë dashuri. Më pëlqen shumë borxhi, se në fundit gjithmonë kur mendojmë atë dheun, ne duhet të rreshtojmë motivet pse duhet të na trajtojnë mirë, pa pasur në konsiderat që ne e kemi këtë detyrim që të kthejmë diçka mbrapsht, të investojmë ne farën në mënyrë që nesër të na kthehet. Por kur ti thua borxh, unë natyrisht pyes Jacqueline, çfarë taksirati pati që duhet të bëhe si qendër informacioni? E kam ndjekur që ditët e para, sepse më pëlqente gjithë angazhimi që kishte ajo nëpërmjet rrjeteve sociale, përpos pranisë së vazhdueshme në atë bulevard, që të njoftonte, të bënte bashk, të krijonte grupe, të lindte pika takimi me orare apo adresa të sakta, që shqiptarët të organizoheshin jo vetëm në Itali, por në Gjermani, Francë e tjetër kund. Jacqueline, angazhimi madh, një barre rënd, një kohë
e shumt e investuar për këtë. Sot nuk ka mbaruar. Nesër ndoshta do duhet më shumë. Deri më sot a u lodhe? A ja vlen? Nuk mendoj që pyetja duhet më drejtohet mua dhe duhet jetë individualiste, a u lodha unë, a ja vlen. Jo vetëm unë, po të gjithë jemi lodhur dhe patjetër që ja vlen, sepse siç thash në fillim, është ngjarje historike. Jam e sigurt që revolucioni i flamingove do jetë pjesë e historisë moderne shqiptare dhe e mendoj në të ardhme kur të kalojnë vitet se si nëse do pyetem do më vinte mirë që të përgjigjesha duke thënë që po unë isha pjesë e atij revolucioni dhe unë u mundova të bëja diçka për Shqipërinë dhe unë u mundova ta bëja Shqipërinë më të mirë edhe t'jepja kontributin tim për Shqipërinë. Jo sepse unë i kam borxh dikujt apo sepse i kam borxh Shqipërisë, por mendoj që kjo është detyra jonë qytetare. Kjo është mënyra se si ti e tregon veten që je një qytetar i denj edhe aktiv dhe kjo është ajo trashëgimia që ti duhet i lësh gjeneratave që vijnë pas. Sepse kur flasim për gjeneratat e reja shpeshherë drejtojmë gishtin drejt tyre dhe bëjmë krahasime se si gjeneratat e shkuara janë gjithmonë më të mira, gjithmonë më të ditura, gjithmonë më të strukturuara, më pragmatiste, më të suksesshme. Por mendoj që sa herë që një gjenerat dështon është faji i gjeneratës pasardhëse. Kështu që duke parë që unë tani nuk jam më një vajzë e re, por jam një adulte, mendoj që gjëja më e mirë që mund të bëj është që dhe trashëgimia më e mirë që unë mund të lë është ky kontributi për ta bërë një Shqipëri një vend me një jetë më të dinjitetshme, me një jetë me kushte më të mira dhe me mundësi për të pasur një vizion për të ardhmen dhe jo domosdoshmërisht për t'u larguar nga Shqipëria. Kështu që kështu e shoh. Megjithatë, Jacqueline, unë si Erion së pari, duhet të them faleminderit ty dhe faleminderit të gjitha atyre vajzave që u angazhuan për këtë protestë, sepse ndryshe nga ato që kemi mësuar të shohim në bulevard të organizuara, qoftë nga opozita e sotme apo ajo e djeshme dhe sot mazhorancë, ne nuk kemi parë këtë fuqi femërore, këtë prani femërore, këtë zell të pamas për t'i dhënë një fytyrë kaq të bukur në imazhin e Shqipërisë moderne në mediat e huaja, asaj që ju po bëni. Prandaj, nisur nga kjo, pse ishte kaq interesante kjo protest? Pse femrat, ndryshe nga çdo protest tjetër, këtë herë u organizuan, u ofruan të kontribonin masivisht? E di që mendoj, nuk në gjykimin tim nuk mendoj që gratë është hera parë që angazhohen në këtë protestë. Mendoj që është hera parë që ne kemi vullnet t'i shohim ato dhe t'i japim vëmendje atyre në hapësirën publike. Se mendoj që në të gjitha protestat e rëndësishme që kanë ndodhur në Shqipëri dhe që kanë sjellë vërtet një ndryshim, gratë kanë qenë aty, ato gratë revolucionare, gratë që kanë dashur, e kanë zërin e fuqishëm dhe kanë pasur dëshirë për të folur edhe për të diskutuar dhe për të bërë pjesë e jetës sociale dhe komunitare. Por mendoj që suksesi dhe bukuria e kësaj proteste, si fillim është fakti që protesta nuk e ka një grup që bën një lider grup, një grup që bën udhëheqjen. Dhe kjo e bën protestën që të jetë më pak e aksesueshme dhe më pak e korruptueshme. Heterogeniteti i saj besoj që është një tjetër arritje pse kjo protestë është e bukur, është moderne, është e suksesshme. Nuk mendoja kurrë që do dilja në shesh dhe do kisha jo vetëm një, po shumë pika të përbashkëta me disa nga figurat publike të cilat kanë pasur për vite ideologjikisht kundër. Kështu që kjo protest në një farë mënyre na tregoi që ndoshta narrativa e atyre që udhëheqin e establishmentit ka funksionuar padyshim dhe na ka bërë që të fokusohemi më shumë tek pikët që na ndajnë dhe jo tek pikët që na bashkojnë. Dhe patjetër që kjo është një nga arritjet e kësaj proteste.
idet moderne dhe geniale dhe mënyrat e reja të komunikimit të cilat bëjnë që ata që udhëheqin institucionet ose ata që kanë në duar fatet tona të duken të vjetër, të duken adadollak, të duken të dalë kohe. Dhe zbërthimi i atij trekëndshit qeveri, establishmente dhe media që sikur zhveshi gjithë të narracionin me të cilin kemi jetuar në të paktën dekadën e fundit, mendoj. Ky zgjimi i përgjithshëm qytetar dhe kjo vedie dhe kjo dëshirë për të pretenduar më shumë dhe për të merituar më shumë, mendoj që janë një nga pikat që e bëjnë protestën interesante, të suksesshme, moderne, virale, dhe patjetër që janë dhe sukseset e saj që do të zgjasin në kohë. Edhe nëse protesta do ketë rezultat pozitiv, edhe nëse do ketë rezultate jo të pritshme nga ne ose negative në thonjza, edhe nëse protesta do ketë rezultate neutrale, nëse arrim të imagjinojmë një skenar me rezultate neutrale. Mendoj që ajo e ka ndryshuar një herë për gjithmonë diçka në shoqërinë shqiptare dhe jam shumë e lumtur për këtë, se para 2-3 viteve mendoja që ky zgjim ishte i pamundur edhe që kjo shoqëri ishte e vdekur, apatike dhe e pamundur për të rekuperuar edhe për të rikthjellë edhe për të luftuar për dinjitetin e saj. E qartë. Në fakt ka zgjuar një mbështetje të madhe, ka zgjuar formën se si ne i shohim gjërat deri më sot. Pra, deri dje e kishim kaq të thjeshtë të normalizonim çdo gjë, edhe vjedhjen, edhe arratisjen, edhe përdhosjen, çdo gjë e normalizonim. Sot, në të kundërt, edhe për një investim sado të vogël, pikpyetja ngrihet natyrshëm. A është i drejtë, apo vidhemi, apo mashtrohemi? Na është bërë pjesë e një skaneri që duket e kishim lënë të fikur deri më dje dhe sot e ndezëm. Mirë po i lirë, protesta ka të mirat, ka dhe të këqijat, ka përfitimet për disa, ka kosto për disa të tjerë. Gjatë gjithë këtyre ditëve, unë kam dëgjuar jo një rast, por jam i bindur ti ke nga afër raste të personave që tentojnë të intimidojnë, të kërcënojnë, jo vetëm persona direkt, por edhe familjar të tyre. Gent Progni, në mos gabohem, ishte i fundit që akuzoi për një polic i cili i veshur civil tentoi ta kërcënonte në tehun e thikës teksa ishte ulur jashtë ambienteve të parlamentit. Është bërë frikshme apo kjo tregon që ata kanë frikë? Kjo tregon që ata kanë frikë. Pra, ne këtu po përballemi me një sistem. Dhe ky është një sistem i cili ka rënë shumë thella. Dhe shumë e vështirë që këtë sistem ta argëzosh me një spat. Është jashtëzakonisht shumë e vështirë. Po të shikosh narrativën e tyre, ata në ditët e para të protestës na ignoruan. Ato 3 ditë e para, 4 ditë e para thanë mos e kjo një protestë normale si të gjitha çka ka ndodhur këtu do shuhet shpejt. Po kur e pan qëndrueshmërinë ton, filluan të bënin sulme private. Pra vetë sistemi filloi të merresh me aktivistët që ishin aty dhe filloi të kërcënonte nëpërmjet rrjeteve sociale, mediave publike, të gjithë aktivistët që ishin aty. Pastaj nga kjo formë kaluan në një formë akoma më të ashpër, kaluan në dhunën policore, me arrestime, me rraje, me presione, me kërcënime të ndryshme, e pan që as kjo dhunë policore, pra dhunë shtetërore nuk u eci, atëre kaluan në dhunën e gangsterëve, kaluan në dhunën e thikës, kaluan në dhunën e rrugës. Ata ne e kemi shumë të qartë që kjo gjë sa të vi e me vështirë do të bëhet. Ky është një revolucion i cili nuk ndalon. Këtë ta kenë të qartë të gjithë. Njërë koha, Aleksandri i Madh i dogji anijet e tia për të thënë ushtarëve të vetë që nuk ka kthim mbrapa. Dhe ne kemi djegur anijet tona. E kemi marrë parasysh çdo gjë. Dhe do t'i vëmë deri në fund, nuk na interesojnë kërcënimet që ata bëjnë. Ne kemi popullin me vete. Ky popull është zgjuar. Nuk është më ai popull i fjetur. Këta të rinj janë zgjuar, kanë dalë në shesh, po luftojnë. Secili bën luftën e vet në mënyrën e tij. Jacqueline e bën me mediat, unë e bëj duke dalë aty, një tjetër e bën duke qenë aty prezent, një tjetër duke nxjerrë një meme të bukur.
Një tjetër duke dalë me ato pelikanët, një tjetër duke nxjerr disa me flamur. Pra gjithsecili përpiqet që në një farë mënyrë ta ndihmojë këtë protestë. Dhe kjo është thirrja ime sot, që unë i drejtohem gjithë popullit shqiptar, atyre njerëzve që janë aty në shesh, mos na lini vetëm. Ne sot kemi nevojë më shumë se kurrë për ju. Dhe si mos na lën vetëm, duke ardhur në atë shesh. Të gjithë, mjafton prezenca juaj. Çdo njeri që vjen aty është një grusht shumë i fuqishëm përkundrejt këtij sistemi. Sa më të shumë të jemi ne, aq më shumë grusha do ai ky sistem. Dhe aq më shpejt ky sistem dorëzohet. E qartë, sot para këtij sistemi, protesta qëndron me 5 pikat e saj. Po. Do ishte e nevojshme. Unë mendoj gjithmonë që përsëritja është mama e dijes. Dhe ne duhet t'ia theksojmë çdo kujt çfarë kërkojmë konkretisht. Atëre, ne në stadin aktual, 5 pikat që ne kemi artikuluar janë dorëheqje, 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 dorëheqje dhe vetëm dorëheqje. Mendova se dy të fundit ishin Burg Rama, Burg Berisha. Ali Madhi, ana njerëzore është ajo që e tejkalon atë zyrtaren, burokratiken. Shkon përtej, kërcënon deri diku sepse nuk duron dot më. E kemi parë në dhimbje të transmetuar nëpërmjet formës se si policia ka zgjedhur të përballet me qytetarët, qofshin këta të pakt, të shumt, harbut, banal, qofshin intelektual, qofshin gjithashtu persona të certifikuar. Por Shqipëria, për çfarë ka më shumë nevojë sot? Parë në këndvështrimin e dikujt që malli është ai që prevalon çdo nevojë tjetër. Shqipëria sot, për mendimin tim, ka nevojë për herojnë të rinj. Nëse për 80 vjet është kultivuar nënshtrimi, apatia, arroganca e atij që drejton, edhe respektimi dhe qeshja fazule e atij që është i nënshtruar dhe që duhet ta votoj, dhe ai raport ndërmjet të qeverisit edhe të qeverisurit i gabuar, i ndërsjell, i gabuar, atëherë ato që na duan janë heronjt, janë ata heronj ribel. Edhe unë heronjt e mi kam, i kemi të gjithë heronjt tanë, ne kemi heronjt e rinj, nuk kemi nevojë sot për Skënderbeun. Skënderbeu na ka dhënë një mësim të madh që ka thënë bashkimi bën fuqinë, edhe na ka treguar atë historinë e shkarpave. Po të janë më shumë nuk thyen. Ne tani kemi për heronj, dhe heronjt e mi kush janë? Janë Brunella, me atë fjalimin e saj në momentin e parë, janë ajo nëna me fëmijë, nëna e re me fëmijë në krah që po bërtiset tek sheshi duke thënë unë marr 400 euro dhe 400 në rrogë dhe 400 euro më kushton qiraja e shtëpisë. Heroi im është Osmani, gazetari. Heroi im është agroni që valvit flamurin. Pra, në fytyrën e këtyre njerëzve unë shoh shpresën. Edhe ne këta janë heronjtë tanë, të cilët duhet të shtojmë. Duhet të shtojmë duke gacmuar ndjenjat, ato ndjenjat të fshehura nga pluri, siç e thash, i apatis i kultivuar në këto vite, dhe duhet të sjellim ashtu siç tha Iliri, duhet të sjellim në shesh. Me që armiqt, sepse unë të tillë i quaj, dhe ata në armiqt në këtë betejë, tallen me numrat, duhet të dinë që numrat janë ata në shtëpi, numrat janë ata njerëzit e mi që marrin telefon, apo miqtë e mi dhe them pse nuk dilën në shesh, më kanë thënë kam dalë 4-5 herë, por them drejtën kam frikë se këta hakmeren. Ai që ka dyqanin, ai që ka një dyqan vogël dhe ka frikë të dali, edhe pse në vot e dim që do votoj kundër këtyre, sepse e kuptuam të gjithë kush janë këta anti-shqiptar, sepse këtu nuk po flasim vetëm për një korrupsion që e gjejmë në gjitha vendet e botës, këtu po flasim për anti-shqiptar. Këtu po flasim për persona që kanë bërë politikë kundër Shqipërisë, persona të shitur. Pra, në qoftë se ai shitsi i kinkalerisë së vogël do gjej kurajon të dali në shesh, edhe pse të nesërmen do shkoj financa, do shkojnë ata tatimet për t'i marrë hakun dhe për t'i vënë gjoba që detyrohen ta mbyllin, ne atëherë e kemi fituar luftën
shumë më përpara. Kjo luftë do fitohet, edhe pa dalë ai ikin kaleri, sepse do vinë të tjerë, do vi diaspora prap, do vinë avash njerëzit po fitojnë frikën, sepse frika ka qenë e madhe, e kultivuar, frika është në DNA-n e shqiptarëve, mbas atij regjimi shumë vjeçar, shumë dekadash, që ka qenë më jegri në Evropë për mos ta krahasuar me gjithë botën. Kështu që ajo që duhen për të kthyer pyetjes janë pjesëmarrja, solidariteti, edhe heronj sa më shumë. Duam heronj sa më shumë, që të dalin, të marrin fjalën, të valvisin flamurin, të shfryn, të thonë atë që kanë për të thonë, edhe të motivojnë të gjithë ata që janë akoma, ajo pjesa gri që janë akoma në dyshim dhe që kanë frikë mbi të gjitha se thonë, ky nuk mundet, ky është i fuqishëm, nuk e kthen dot atë. Të duhet kuptojnë, gjithë njerëzit duhet kuptojnë që ky tashmë është i mundur. Ky po numëron ditët e agonisë. Ky po fsheh pasurit, po përgatit ikjen e tij në qoftë se ka nevojë, në qoftë se ka mundësi të iki, po përgatit, po kërkon ndonjë parashyt me shpresën që të bjerë me parashyt edhe mos ashtu, mbase siç thuhet nëpër media të ndryshme edhe për opinionistë të ndryshëm, mbase i shkreti, më thoj se i shkreti, mbase edhe nuk ikën dot. Mbase nuk ikën dot se po iku ata që me të cilët ka lidhur kontratat, ato kontratat për të cilët ne po protestojmë, mbase do ta zhdukin. Është ky problem. Kështu që ne s'na intereson kjo pjesë. Ne na intereson që ai dhe gjithë ata servilat mediokur që e ndjekin nga mbrapa, që nuk kanë shtyllë kurrizore dhe që nuk kanë një dinjitet me të gjitha, sepse unë isha pjesëtar i kësaj qeverie apo isha pjesëtar i këtij parlamenti, përpara këtyre padrejtësive hashiqare, do kisha thënë po mirë, një herë jetojmë, një dinjitet kemi. Çfarë do i tregoj fëmijëve të mi? Çfarë shëllmi do jap unë fëmijët të mi të cilët më imitojnë? Atët ati që vete që është atje që ngre kartonin pa ditur se çfarë po voton, duke justifikuar se është Amerika këtu dhe unë jam i legjitimuar të ngre, po jo më lal, unë do ta shoh. Qoftë Amerika, qoftë Izraeli, qoftë Irani, unë do ta shoh çfarë votoj sepse jam njëri i lirë, edhe dua që të di për çfarë votoj. Dua të di çfarë them. Kështu që kjo është, ne kemi nevojë për njerëz kurajos, rebel, që unë do t'i quaj të gjithë heroj. Të gjitha ata që kanë dalë aty në shesh për mua janë heroj. Edhe janë të gjitha shtresave. Ka njerëz që janë të shtresave të mesme, ka njerëz të varfër, por duhet të them një gjë dhe mbyll. Ata armiqtë tanë duhet të kuptojnë që kjo nuk është një revolt e të varfërve kundër të pasurve. Do ishte gabim i madh nëse do interpretojnë në këtë mënyrë të tillë. Kjo është një revolt e shqiptarëve kundër antishqiptarëve, e hajdutëve kundër të vjedhurve. Shumë interesante si këndvështrim. Në këtë kuadër, ndoshta pyetja e radhës do vlente për të tre, por Ilir e nisim bashkë. Kam dëgjuar shpesh herë që personat që flasin atë podium kërkojnë mbajtjen larg të partive politike, të mbështetësve të tyre, ndonse ato parti, nëse do donin, do e kishin mbështetur protestën në 1 milion forma të ndryshme, pa u dashur të kenë flamurin partijak aty, sepse në fundit kauza besohej se ishte e njëjtë. E para, a është mirë përjashtimi, dhe e dyta, a duket sikur partit po justifikohen me këtë përjashtim për të mos marrë pjesë dhe për mos të bërë pjesë në këtë kaos që ndoshta i prish punë? Patjetër. Ne nuk është se nuk kemi lejuar personazhe të themi që se ne jemi shqiptarë me të gjitha dhe të gjithë shqiptarët pak a shumë janë politik. Shqiptari është politik, pra biseda e ditës që ti ulesh në një kafe është pikërisht politika. Çështja është se këto parti, si të reja, si të vjetra, për mua janë gjitha të vjetra që nga dita që ka nisur kjo protestë e tutje, këto janë të gjitha parti të vjetra. Këto e kanë pasur mënyrën e tyre, e kanë pas sheshin e tyre, kanë pas parlamentin, kanë pas atë podiumin e tyre, ku mund t'i thonin këto gjëra. Këto e dinë të gjithë Shqipëria që ne po vidheshim, që ne po shpopulloheshim, që mungonin ilaçet onkologjik. Po, por jo më larg se dje Sali Berisha tha që kërkesat e revolucionit Flamingo sot janë ato që Partia Demokratike ka kërkuar prej vitesh kësaj qeverie. Kurse unë kam thënë gjithmonë që në momentin që Sali Berisha do lëshonte sheshin, populli do derdhesh në shesh. Dhe kjo ndodhi. Populli doli aty pse? Se nuk mund në asnjë vend të botës kemi parti edhe kryetar partish që rin nga 36 vjet në krye të partisë. Nuk ka më të rinj ky vend. Çfarë do bëjmë? Mbajmë plejtë edhe të rinj t'i largojmë, t'i nxjerrim jashtë Shqipërisë.
Kjo është ardhmja e Shqipërisë. Ne aty kemi lejuar të flasi kushdo i cili është deklaruar që nuk ka aktualisht parti, sepse gjithë shqiptarët normalisht diku kanë votuar, kështu që diku kanë pasur një parti, por aktualisht janë pa parti. Dhe kushdo ka dashur, ka ardhur, ka folur. Të gjithë ata që janë deklaruar pa parti, sepse kjo nuk është një protestë pa parti, kjo është një protestë për Shqipërinë. Ne këtu sot po luftojmë për një Shqipëri më të mirë, nuk po luftojmë për një parti më të mirë. Partitë e kaluan kohën e tyre, e kishin kohën e tyre, duhet ta kishin thënë fjalën e tyre, duhet ta kishin bërë betejën e tyre dhe luftën e tyre. Dhe nëse ata nuk e kanë bërë deri dje, do të thotë që populli ata nuk i ka përkrahur dhe nuk janë më pjesë e këtij populli. Dhe duhet i vënë gishtin kokës dhe të reformohen që të gjithë, të reformohen, sepse ne deri dje e shanin e Enver Hoxhën, po ne kemi disa lider partia këtu që janë më të gjatë se Enver Hoxha vet. Kështu që kjo gjë duhet ndryshoj. Ai sheshesh i hapur, ai mikrofonesh i hapur për këdo, ju e keni parë, aty vjen populli thjesht, flasin për hallet e tyre, problematikat e tyre. Se në fund të ditës kjo është Shqipëria. Janë problematikat e njerëzve dhe hallet e përditshmërisë së tyre. Nëse ne na thonë që do futemi në Evropë, unë them ne s'kemi ujë 24 orë. Nuk kemi ujë as 6 orë, jo 24 orë. Nëse na thonë që ne do futemi në Evropë, unë them ne s'kemi spitale. Po të vesh te urgjenca, unë partisha te urgjenca. Po të vesh te urgjenca, nuk e di sa, po bën 3-4 vjet që është bërë re, akull. Sa të hysh te dera e urgjencës, është hapur gropa më mes çimentos. Dhe jo që është hap gropa, po s'merr askush mundimin ta rregulloj. Pra ajo urgjencë është amortizuar komplet në 3-4 vite. Pse? Sepse ato lek që duhet hidheshin aty, ato lek kanë vetë për korrupsionin. Ato lek i ka marrë pushetari radhës dhe normalisht ai pronari firmës për të nxjerrë lekët e tija e ka bërë me cilësi më të dobët atë aty. Pra kjo po na mundon sot, korrupsioni, shpopullimi, këto partit që janë bërë bashk pjesë e sistemit dhe vetëm vjedhin ndajnë para bashk. Ne duam një të ardhme për fëmijët tanë, ne duam që fëmijët tanë të vënë të lirë në plazh. Të marrë atë çadrën, peshqirin të vejnë në plazh, ai bukë me djathtë atje në plazh, le të jetë bukë me djathtë po ama atje në plazh. Unë nuk e di, ti ke akses në palas, vete do të në palas të bësh plazh? Sipas ministrit të turizmit, në një intervistë për Pranvera Boraka, ai u shpreh se kudo në cilin do prej plazheve të Shqipërisë mjafton të shkoni dhe do gjeni edhe plazhe publike. Po, personalisht unë e kam parë që plazhi publik në Borsh për shembull, ekziston vetëm aty ku derdhen ujërat e zeza. Bravo, këtë do të thosh. Dhe nuk e shoh në zonat preferuara. Prandaj nuk di të them për palasën, nuk kam qenë në palas dhe në dërmi për mua është bërë luks i skajshëm që jo vetëm un preferoj më mirë mos të shkoj se sa të shkoj dhe të ankohem pse është ashtu. Kjo është e gjithë. Nuk është vetëm pjesa e aksesit në plazh, atë plazhin publik ata e lënë në pjesën më të keqe të atij plazhi ku derdhen ujët e zeza, ku derdhet kanali ose ku diun ku ka plera, por është edhe ajo bariera ekonomike që ata të vënë. Se që të vesh në palas si sot unë jam qytetar shqiptar, duhet vetë të bëj plazh në palas. Unë s'kam vajtur kurrë atje të bëj plazh. As atje as dërmi se nuk ma lejon vete, unë fëmijët i kam mbyllur me çelës së shtëpisë ose s'kam bërë një ditë plazh. Më kupton, por unë që të vetëm palas dje par duhet pagoj 30.000 lek parkimin atje. Po që të vetë të pi një kafe duhet pagoj 2.000 lek, 3.000 lek një kafe. Po që të ulem të ha një sanduiç duhet pagoj 9.000 lek një sufllaqe, një sanduiç. Ku jemi këtu? Pra këto janë ato mbylljet që na bëjnë nga ana ekonomike neve. Turizmi militar. Ato mbylljet, kufizimet që gjithë neve na bëjnë. Kudo, në të gjithë jetën dhe shoqërinë shqiptare. E qartë. Jacqueline, pse duhet të vazhdojmë? Pse duhet vazhdojmë? Sepse rezistenca mendoj është fjala kyçe e momentit. Unë nuk besoj që duhet të krijojmë heronj ose duhet të bëjmë lojën që Edi Rama kërkon të bëj, pra të lojën e algoritmit dhe të luftës hibride që ai thotë. Pra, hedh një gurë dhe ne të gjithë ndjekim. Në këtë rast ankohen për sa i përket numrave dhe ne o burra të justifikojmë numrat. Jo, unë mendoj që ka ardhur momenti që protesta e ka një trend të saj, me uljet e ngritjet e saj, në bazë edhe të ngjarjeve që ndodhin dita ditës, në bazë edhe të nevojave apo punëve që protestuesit kanë, apo njerëzit apo qytetarët kanë. Kështu që nuk mund të them që protesta nuk i ka sjell të mirat apo rezultatet e saj, siç është
patjetër një lloj tronditje e sistemit, një lloj tronditje e figurave dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste, të cilët kishim 7-8 vite që nuk ja dinim as emrat, nuk ja dëgjonim zërat, ndërsa tani ndihen të detyruar, i shfaqen në të gjitha emisionet e mundshme, në çfarëdo lloj media tradicionale, jo vetëm duke marrë përgjegjësi pak por e sigurt, por duke sulmuar protestuesit, duke viktimizuar dhe duke u munduar të ushqejnë apo të justifikuar sjelljet e udhëheqësit të tyre apo dhe sjelljet e tyre apo dhe ngjarjet që kanë ndodhur në 2 muajt e fundit, ngjarjet politike, sepse një tjetër e mirë që ka sjell protesta dhe pse protesta duhet të vazhdojë, është fakti që ajo po prodhon politik dhe në 13-14 ose në dekadën e fundit, të paktën nga gjysma e dytë e mandatit të dytë, por sidomos në mandatin e tretë të Partisë Socialiste, mendoj që kryesisht është prodhuar pushtet dhe jo politik, dhe protesta ka filluar të prodhoj politik. Jo vetëm që ka filluar të prodhoj politik, por është bërë opozita e vërtet e vendit. Dhe prandaj mendoj që ka pasur gjithashtu një kthes nga Partia Demokratike, e cila deri tani ka qëndruar komode në rehatin e vendit të dytë, pra pas Partisë Socialiste, ndërkohë pa që dhe ky vend i dytë ju vë në rrezik nga një grup protestuesh, një grup qytetarësh, të cilët refuzuan që zonat e tyre të mbrojtura të zaptohen nga një grumbull biznesmenësh të afërt me establishmentin, të cilët kanë monopol jo vetëm në një sektor, por në shumë sektor të jetës dhe të ekonomisë shqiptare, dhe kështu që kjo është e gjitha. Këto dhe ato që ne cekëm janë arsyet pse ne duhet vazhdojmë dhe nuk duhet heqim dorë nga protesta dhe nuk duhet dëshpërohemi nëse rezultatet e protestës nuk janë të menjëhershme, sepse një regjim i mirë strukturuar, i mirë ushqyer dhe i pushtetshëm nuk mund të largohet nga një organizim paqësor qytetar për vetëm 2 muaj. Duhet gjithashtu të bëjmë një ndasi midis politikave të brendshme dhe politikave të jashtme të një shteti dhe gjithashtu arenës gjeopolitike ndërkombëtare dhe rolit që Shqipëria ka në këtë arenë gjeopolitike ndërkombëtare dhe mënyrën se si Shqipëria po përdoret dhe dëshirës që ne si qytetar kemi që Shqipërisë t'i kthehet një pjesë e sovranitetit të saj. Nuk dua të tregohem utopike dhe shumë idealiste duke thënë i gjithë sovraniteti i saj. Për mua është e rëndësishme që jo të ndërtohen me domosdoshmëri modele të reja apo heronj të ri, por që të shbëhet ai kulti i individit me të cilët kemi shumë vite që ne e ushqejmë politikën dhe qytetarin në Shqipëri dhe të fokusohemi te forcimi i ligjit, te zbatimi i ligjit, te shteti së drejtës, te pluralizmi dhe te një model për të balancuar raportin midis marrjes së parave dhe shpërndarjes së parave dhe një fokus tek e mira publike dhe te përbashkëta publike. Për mua është shumë e rëndësishme gjithashtu që kauza Green të vazhdojë të jetë në qendër të kërkesave tona, jo vetëm sepse ajo është arsyeja sepse ne kemi syt dhe vëmendjen e gjithë botës në Shqipëri, por me të gjitha zhvillimet teknologjike që po ndodhin në botë dhe me të gjitha ndryshimet e furishme me të cilat po përballen shoqëritë, mendoj që gjëja më e shtrenjtë, më e vlefshme për çdo shtet, por sigurisht edhe për Shqipërinë tashmë është një lum, një pemë, një lagun, vegjetacioni, natyra.
Kështu që nuk duhet të mendojmë që ndryshimi i një sistemi apo forcimi i ligjit janë më të rëndësishëm se të gjithë elementet e tjerë që përbëjnë protestën. Mendoj që denominatori i përbashkët i gjithë individëve që qëndrojnë ideologjikisht larg nga njëri tjetri është padyshim dëshira për një Shqipëri më funksionale, më pak të korruptuar, jo pjesë e krimit të organizuar dhe me më shumë të mira për ato vepra të mëdha publike që de facto dhe në mënyrë të menjëhershme përmirësojnë jetën e qytetarëve. Gentian, pas këtyre fjalëve të Jacqueline-s, nuk mendoj se vlen të drejtoj një pyetje për të thënë se çfarë të ka ngelur peng të thuash për këtë lëvizje shembullore në bulevard që u kthye në frymëzim për shumë shtete europiane, mori vëmendjen e zërave të përveçëm, të cilët erdhën dhe u bën edhe pjesë e foltores së kësaj proteste, por mbi të gjitha frymëzoi edhe shqiptarët e këtushëm, ata që ishin skeptik, teksa shikonin diasporën që nisej edhe me makina për të mbërritur e për të qenë në kohën e dur e për të protestuar. Është shumë na bën të ndjehemi krenar normalisht që gjithë bota na shifte dhe na shef akoma me admirim. Shumë shtete po na imitojnë, Italia me protestat në Sardenjë, në Ostuni, në Puglia për resorte të njëjtës natyrë që po ndërtohen, po që do ndërtoheshin sepse disa u bllokuan në kohë. Them drejtën, duke kapur dhe sa u thamë përpara, nuk kemi nevojë për heronj. Kur flas për heronj e kam fjalën për modelet, mase ne kemi alergji nga fjala hero. Kemi nevojë për modele. Modele të reja, sepse modeli vetëm ka qenë pikërisht ai i atij sultanit të vetëm, i perandorit të një shoqërie që dinte të fliste për gjithçka. Ai fliste për shkencën, për energjinë, për kulturën, për gjithçka. Domethënë e monopolizoi të gjitha argumentet që mund t'ia linte fare mirë dhe një ministri apo një tekniku të asaj fushe, ai i tregonte të gjitha. Pra arriti me atë kultin, me një rinovim të kultit individit, do thosha, sepse ne sa dolëm nga kulti individit Enver Hoxhës, sa dolëm, na doli Sali Berisha, se dhe ai një propagandus i Zoti, një person goxha qëlloi dhe ky tjetri dha goditjen në finale, ky tjetri dha duke poshtuar të gjitha mediat, arriti të jetë modeli dhe sultani jon. Pra ne kundër këtij modeli kemi nevojë për modele të tjera, modela që vinë nga rruga, modele që vinë nga njerëzit e thjeshtë, të cilët nuk kanë mundësinë, pasurinë, ambicien e sëmur që të kenë atë lloj pushteti, por kanë respekt për dinjitetin e vet, për inteligjencën e vet dhe thonë priti minutë, erdhi momenti im, duhet të dal edhe unë për t'i thonë s'më gënjen dot më ke gënjur një herë, 2 herë, 3 herë, kemi atë shprehjen shqiptare që thotë po më gënjeve në parë fajin e ke ti, po më gënjeve të dytën fajin e ke unë. Pikërisht, ata që kanë dalë në protestë sot e kanë kuptuar që sa e përdor kryeministri këtë shprehje, nuk do e përmendje më. Më ka shpëtuar. Po atëherë ta bëjmë atë shprehje ta kthejmë nga ana jon. Ashtu si ato shprehjet që shohim të kryeministrit në 2013-ën, kur propagandonte edhe thoshte që një pushtetar, një autokrat ka nevojë për njerëz të varfër që t'i gënjej me ujin, me dritën, me rrugën aty, edhe më keni mua këtu dhe kaq. Ai ato bëri, nuk kupton, ato shprehjet e kryeministit ne tani po i bën bumerang dhe po përdoren kundër tij. E keqja është nga ana teknike që shumë over 50 vjeçar, 55, nuk e di a kanë akses te këto social për të parë këto memet e për të parë këto videot, sepse është shumë rëndësishme që propaganda e mediave, e televizorit të armikut të kundërshtohet nga media lirë, TikTokave, Instagrame dhe i social media, sepse kjo është lufta. Domethënë armët tona këto janë. Është ky podcast, janë mesazhe që secili jep nëpër ato akauntet e veta dhe kjo është forca që kemi ne. Kështu që forma e protestës në fund të fundit. Shqyr që është kjo. Vetëm sot sa më shumë, nesër sa më shumë, të gjithë qytetarët na bashkohen, siç e thash dhe në fillim, dhe mos na lënë vetëm. Sot kemi nevojë më shumë se kur për të gjithë ju. E qartë. Ilir,
faleminderit Jacqueline, juve. faleminderit Gent, faleminderit gjithë secili që Faleminderit. frymëzoni në format të juaja specifike, se në fundit protesta nuk bëhet vetëm në bulevard, por sot më shumë se sa kurrë ka nevojë për një bashkim të gjithë ne, të gjitha formave. Sa herë të mundemi, mund të kalojmë një herë aty. Dhe unë ju siguroj, për aq sa kam qenë, është një moment që kalohet bukur, sidomos kur je edhe me miqtë e tu. Nuk ka rëndësi se çfarë dëgjoni lart e poshtë. Shkoni dhe shikoni, përndryshe do mund të humbisni shansin të thoni që unë isha atje, unë isha pjesë e asaj lëvizjeje që pavarësisht arritjeve frymëzoi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve që na ndoqët në këtë episod të parë të Pik. Jemi në kulm. Vazhdojmë përpara deri në fund. Mirupafshim.